Procesi i votimit është si gjithë proceset e votimit të kryera deri më sot nga kjo oligarki politike, që nga viti 45 që i bën ato kutit e votimit i bën prej llamarini dhe me kokra që kur votonte qytetari kuptoi se ku kishte hedhur votën. Dhe sot e kësaj dite që merren me patronazhist, me lista, me shitje, me blerje, me transferime, me bushje kutish, me të tëra pislëqet e mundshme që mund të bëjnë komunistët shqiptarë për të mbajtur pushtetin. Në fakt, të dy palët që janë Partia e Punës së Shqipërisë, po e theksoj për të disajtën herë dhe kjo është në kësaj nuk i hiqet presje. Të dy palët janë në mirë kuptim me njëra tjetrën për veprimet që bëjnë. Thjesht bëjnë zhurmën sepse ma more ti pse nuk e mbajta unë, po jo se përpiqen dhe interesohen për të mirën e këtij populli dhe për të mirën e vendit. Absolutisht jo. Përpiqen vetëm për të vjedhur, për të grabitur sa më shumë dhe votat për atë i duan. Ndërkohë, ditën e sotme ka pasur përplasje mes Flamurnokës dhe disa votuesve në një nga KZAZ-t e Vorrës. Ju si e keni parë këtë përplasje teksa vetë Flamurnoka është kallëzuar pra penalisht për kanosje të pjesëmarrësve në zgjedhje. Ndërkohë nga ana e tij, vetë Flamurnoka ka deklaruar se këta pjesëmarrës kanë pasur precedent penal të mëparshëm. Si e keni parë gjithë këtë përplasje? Përplasje e zakonshme midis ujqërve që janë përpara presë të tyre, kush marrë copën më të madhe. Nuk janë përplasur. Flamurnoka edhe Flamurnokërit nuk interesohen dhe nuk kërkojnë që t'i marrën votat për të zgjidhur problemet edhe hallet e shqiptarëve. Se po t'ishte kështu, nuk do mund të bënte Rama këto që ka bërë gjatë këtyre 12 vjetëve. Por këta, Flamurnoka dhe ustai i tij Sali Berisha, në 21 prill të 2008-s, na kanë shitur, pra, kanë shitur interesat e popullit dhe kanë mbrojtur interesat e tyre, dhe kjo vërtetohet nga listat e mbyllura që kanë bërë të dy partitë, qoftë PD-ja, qoftë PS-ja baras PPSH-ja natyrisht, që nuk janë gjë tjetër veç se një diktaturë, po e them prap, një diktaturë e ulët, e pështirë, fashisto-komuniste. Si mendoni, a do duhet të ishin mbajtur këto zgjedhje në këtë lloj klime politike dhe a do duhet kishte një qeveri teknike ashtu siç ju e keni pretenduar shpesh herë për t'i organizuar në mënyrën e dur këto zgjedhje pasi kemi parë përplasje të shumta ditën e sotme? Unë mendoj që atje do shkoj për arsye sepse pardje qeveria teknike u shpall, doli në media, e pan të gjithë shqiptarët dhe preske të hyjnë në funksion dhe të hyjnë në punë qeveria teknike. S'janë gjë tjetër veç këto grindje dhe këto sherra që bëjnë këta, veç se përgatisin terrenin që sa më shpejt një orën parë në Shqipëri të marrë pushtetin. Qeveria teknike të përjashtohen këto të dy parti, të përjashtohet Partia e Punës së Shqipërisë nga zgjedhjet dhe nga fusha politike në Shqipëri dhe Shqipërinë ta marrin dorë adhetarët e vërtet, ashtu sikur se u prezantuan pardje në media, në televizionin shpresa, siç i pam të tërë, tani thjesht presim që të kryen veprime procedurale, të shkojnë tek presidenti i Republikës, i cili duhet të shpërndajë duhet të mos i njofi këto zgjedhje, të mos njihen këto zgjedhje që janë bërë, se nuk janë zgjedhje, dhe të shpallet qeveria teknike si qeveri e vendosur për të qetësuar situatën, për të çuar vendin në një marrëvajtje politiko-ekonomike siç e kanë gjithë vendet e tjera të botës. Me qëllim pastaj që të përgatitet terreni për të ndërtuar një republikë presidenciale me 8 deputet dhe 41 senator dhe me një kod zgjedhor tjetër, me një kushtetut tjetër dhe të kthehet pronat e Zotit dhe këtyre gangsterëve, që janë të gangsterë të dy palët, janë vetëm gangsterë në kuptimin e plot të fjalës, nuk janë gangsterë pisnik si Laki Luciano, këta janë gangsterë plera. Kështu që presëm të hyjnë punë, të hyjnë fuqi qeveria teknike.
Ndërkohë, mbrëmjen e sotme është kapur në një nga zyrat e patronazhistëve në Tiranë Erion Braçe me disa të tjerë, të paktën referuar pamjeve dhe raportimeve të mediave. Ju si e komentoni këtë situatë ku një kandidat për deputet kapet në një nga zyrat private në një nga rrugët e kryeqytetit? Veprim normal për Braçën dhe për partinë e Braçës, veprim krejtësisht normal. Dëgjoj, ju nuk i ndiqni në terren, po e ti si tonë këta patronazhistë e tyre, na lumt, jemi të zotët, kështu do bëjmë, edhe s'keni ç'na bëni. Me këtë logjik lëvizi dhe veprojnë, që ta dini. Me logjikën që jemi të fortë, jemi ne dhe do bëjmë ne si duam neve. Atë që kanë bërë të rjetën. Po si mund të vazhdohet në këtë mënyrë teksa zgjedhjet vendosen në rrezik nëse i referohemi situatave të tilla, ajsa dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato deklaroi se ka pasur informacione për pjesën e përdorimit të elementeve kriminal në zgjedhje. Pa zotin, këta të Bashkimit Evropian po deshe mos mi përmend më, se këta janë më të poshtër nga këta që po bëjnë këto pislëqe në zgjedhje shqiptare. Madje mund të them që janë ata frymëzuesit dhe nxitësit e kësaj situate. Kush ishte ai që vetë edhe na tregon neve se si duhen bërë zgjedhjet? Pse nuk denoncojnë ambasadorët e Bashkimit Evropian, pse nuk denoncojnë vjedhjen e pronës, grabitjen e pronës së shqiptarëve që janë kthyer shqiptarët në emigrantë në vendin e tyre, në adhëun e tyre. Pse nuk denoncojnë faktin që shqiptarët janë emigrantë në Shqipëri, nuk janë pronarë, s'kan pronar, u abodhen këta Erion Braçet me shok dhe të gjithë kjo klasë politike pa përjashtim kanë vjedhur pronat e shqiptarëve. Dhe ata evropianët, komunistët e Evropës, se janë gjithë tjetër veç se komunistët dhe shërbëtorë të Moskës, ata janë shërbëtorë të Moskës zotëri, të gjithë ata që vinë nga Bashkimi Evropian. Kështu që unë nuk dua të dëgjoj fare për ta. Është ajo Evropë që e coptoi Shqipërinë në 1913 dhe na ka tandisi këtu ku jemi sot. Është ajo Evropë që nxiti rrjedhjen dhe hemorragjin e popullit shqiptar drejt perëndimit dhe u ka tandis Shqipëria nga 3 milion në 900.000 banor. Aq janë zotëri, as 900.000 nuk janë Shqipëri. Si kundër ka shkuar deri më sot. E njëjta gjë. Më kujtohet kam qenë këtu në zgjedhjet e 26 majit 1996. Dhe domethënë veprime më fashiste nuk më kanë zënë syt ndonjëherë. Dhe unë e dija që ato zgjedhje do dështonin, se ashtu siç edhe ndodhi. Problemi është që këta janë të dy një lloj, nga ato që me të vim janë e njëjta gjë, janë e njëjti brum, kanë të njëjtët të sallar, kanë të njëjtët shefa në Moskë edhe në Beograd. Dhe këta hahen jo për popullin, ta fiksojnë mirë dëgjuesit tuaj dhe teleshikuesit tuaj.